pse kaq shumë dhimbje, pse gjithë ky përjetim? Sepse kuptova që po fundosesha dhe nuk doja që përfundimi të ishte ky dhe nuk arrita dot t'i bëja share as me bashkëshortin që unë ndaj gjithçka me të, derisa më mbytën edhe kisha një moment që tharë stop se nuk po ja dal më. Periudhën që duhet të bëja gati të gjitha procedurat për ta ndarë juridikisht këtë bashkëpunim në rrugët ligjore, ishte një periudhë që unë përveç se u tregova shumë naive, grupi brenda, stafi brenda po shtirej sikur ishte diçka tjetër, sepse ishte partnerja në këtë biznes, e kishte bërë gati planin e saj. Ajo ishte dita më e keqe e jetës time. Pse? Sepse unë sa po kisha dhënë një mal me para për të blerë aksione dhe vi aty dhe më thuhet që subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.